familja jashore dhe gjithë dëshmorët e kombit meritojnë për çdo ditë më respektu. Jo vetëm këto ditë, po për çdo ditë më respektu dhe shpak një na duhet. Ne dimë se familja jashore prej vitit 1990 deri në ramin e tyre kanë fliu çdo sen. Jo vetëm pasurinë, por jetën e tyre që kanë për këtë vend, sidomos me 22 janar vitit 1990 jam plagosur dy vajza pa citrifat, edhe homës jam plagosur, njëra sot është dëshmore këtu, kemi Selvetin e kemi edhe dëshmore, Iliriona është gjallë, ka kriju familje, më mirë që ka kriju familje, gëzohem fakti që ka pështu, ka mbjetu, edhe sot ka kriju familje, kështu që do të thotë kjo familje dhe gjitha familje dëshmore meritojnë shumë për çdo ditë, jo vetëm sot. Po më duket pak i kemi lënë si në harres. Jo vetëm familja jashore, por gjitha familjet dëshmore. Kështu respekt për gjitha familjet dëshmorëve. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që na keni bashkuar me ata, pra qysh dini edhe ju sot jena për vjetorin e dytë që i bëhet familjes jashore pas atij të parë që është me 30 vjetor vitin 1991. Sot kemi marrë me nderu ata që s'u thujnë kurrë pas asnjë sulmi, as atij të parit, as dytit, po edhe atij të tretit që ndodh tani me 6, 7, 8 mars. Prandaj sot jena marrë me nderu kryekomandantin tonë legjendar Adem Jashari, familjen Jashari dhe gjithë ata që rezistuan sulmin në servis. E gëzoshim lirin, faleminderit që jeni bashkë me neve sot këtu. Kryetari nëse do me thoni fjalë, po ashtu Xhavitin e kemi pasën Xhavet. Ne aktivitetin tonë e përfundum me homozhe po. E nole? Turqi ditë. Ose thuj ide e këtë letë mi bjanë. Vesh thuj në qantë janë do bateria një voltë. Lavdi. Spiluvit Diamongo. Oh, I like it, Amelia. Oh, Kuriva like it. Oh, nuk e di vëllajnë. Homazhe u krejtën tash në aty jem të frit me tje dhe murate. Hajde. A vëllajnë të ti. Se për ti këpër në fëti, për të fajtë. Kena do purime që na kanë dhënë një O
Dere, ma